Tash kam një ndirë t'jashtëzakonshëm, taftoj një zonjë, e cila siç e thash edhe në fjalën ynë se mban shumë pozita të rëndësishme në Republikën e Kosovës, por roli më i rëndësishëm që sot mban para neve është që është kryetare e gruas për lëvizje, andaj në emër të grave në lëvizje e ftoj që ta përshëndet takimin e sotëm. Zonja Albulena Haxhi. Nderuar doktoresh Fatmire Mulhaxha Kolçaku, faleminderit për fjalën, por po ashtu edhe për udhëheqjen e mbledhjes së 6 të Këshillit të Përgjithshëm të Organizatës Gratë për Vetëvendosje. I nderuar kryetar dhe kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti. Ministret e kabinetit qeveritar, Saranda Bugujevci, Mikja ime, zëvendës ministret kabinetit e nderuara nënkryetare lëvizjes vetëvendosje, zonja Amrika Limani Myrtaj, të nderuara delegate të Këshillit të Përgjithshëm, aktiviste të lëvizjes vetëvendosje që nuk ndaleni asnjëherë dhe anëtare të reja të vetëvendosjes, mirë se keni ardhur në lëvizjen vetëvendosje. E dashur kryetare Ardita Sinani, mirë se ke ardhur në këtë mbledhje të rëndësishme, prania juaj na nderon. Deputetet të Vlenit, përfaqësuesit të Vlenit, mirë se keni ardhur po ashtu. Lejoni që ta përshëndes Shyretën, që njëherët është edhe e deleguar e posaçme e presidencës për të adresuar kauzën e dhunës seksuale gjatë luftës. Shyrete, faleminderit që je bashkë me neve. Po ashtu e përshëndes edhe ikonën e muzikës, Adelina Ismailin. Adelina e din që edhe unë jam rrit me këngët e saj, shumë prej tyre ende i mbajnë mend, e i di përmendsh, kështu që faleminderit që na ke nderu në këtë mbledhje të rëndësishme. Kandidatet të listës së fitores, listës më të mirë për zgjedhjet e 7 qershorit, ju uroj shumë suksese në këtë rrugtim. Më vjen shumë mirë që po takohemi sot bashkë, sigurisht që do dëshironim që kjo mbledhje e Këshillit të Përgjithshëm të GVV-s të mbahej në rrethana krejtësisht të zakonshme politike, të ishte një nga ato mbledhjet tona të gjata, në të cilat flasim për organizimin, për fuqizimin e grave, për planet tona politike dhe për angazhimin ton për barazi gjinore. Do të dëshironim që energjin ton ta përqendronim plotësisht te puna, te adresimi i politikave feministe dhe te vizioni ynë për gratë dhe vajzat e Republikës Kosovës. Por, fatkeqësisht, realiteti politik në cilin ndodhet sot vendi ynë ka krijuar një situatë tjetër. Një situatë të imponuar nga një opozit që e ka shndruar blokadën në metodë politike dhe pengimin institucional në strategji. Një opozit që po e përdor mekanizmin për zgjedhjen e presidentit për të bllokuar funksionimin normal të institucioneve dhe për të krijuar tension artificial politik në vend. Pra, kjo situatë nuk ka ardhur sepse na ka munguar vullneti për bashkëpunim, apo për t'i ofruar vendit president me mandat 5 vjeçar, përkundrazi, gjatë gjithë kësaj kohe kemi bërë përpjekje të vazhdueshme për ta zhbllokuar situatën dhe për t'i dhënë vendit një president. Kemi ofruar bashkëqeverisje, por nuk deshtën. Pastaj na akuzuan se po donim t'i mbanim të 3 pozitat kryesore të shtetit, kur treguam gatishmëri për kompromis dhe ofruam edhe pozitën e kryeparlamentarit, prap refuzuan. U përpoqëm të gjejmë rrugë të tjera, u tham hajdeni e ulemi, dakordohemi, edhe për president konsensual, as këtë nuk e pranuan. Në fund, refuzuan, madje edhe që të propozonin 3 emra e nga ta të zgjidhej një kandidati pranueshëm për të gjithë. Sërish refuzuan. Edhe kur ne propozuam një figurë të respektuar dhe me integritet, si Feride Rushiti,
Reagimi I tyre ishte refuzimi menjëhershëm dhe thirrja publike që ajo të tërhiqej nga gara, në vend që të ishte kundërta. Pra, problemi është që bloku opozitar nuk e pranoi rezultatin e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, nuk po e pranojnë që qytetarët ja kanë dhënë besimin Albin Kurtit dhe lëvizjes vetëvendosje. Por ata të cilët e refuzojnë verdiktin e qytetarëve do ta marrin përgjigjen edhe një herë, e kjo ditë do të jetë 7 qershori. Por të dashura vajza dhe gra, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në anën e qytetarëve, sepse askush nuk ka të drejtë ta mbajë peng shtetin vetëm sepse nuk I pëlqen rezultati zgjedhor. Pikërisht në këto rrethana, organizimi merr rëndësi edhe më të madhe, sepse sa herë që politika e vjetër përpiqet ta mbajë peng Republikën, gratë e lëvizjes sot bëhen forca që lëviz përpara. Në momente të tilla, mobilizimi ynë si GVV, si aktiviste politike, bëhet edhe më I nevojshëm. Kur e kemi themeluar organizatën Gratë për Vetëvendosje, në organizimin tonë kemi ndërtuar mbi 2 parime themelore, të shprehura edhe në manifestin tonë, organizimin nga skajet drejt qendrës dhe solidaritetin gjinor. Dhe pikërisht te ky parim I parë ndodhet një nga betejat më të rëndësishme politike e shoqërore të kohës sonë, sepse demokracia nuk mbahet vetëm me institucione që kemi në qendër, por me fuqinë që kanë vajzat e gratë në periferi për të marrë pjesë, për të vendosur dhe për të qenë pjesë e jetës publike. Të gjitha analizat dhe sondazhet tregojnë se vazhdojmë të kemi një dallim të madh në pjesëmarrjen politike mes burrave dhe grave, por edhe mes vetë grave. Gratë nga zonat rurale vazhdojnë të dalin më pak në votime, të kenë më pak qasje në organizim politik dhe më pak hapësirë në pjesëmarrjen publike. Kjo është pasojë e një rendi patriarkal që për më shumë kohë e ka mbajtur gruan larg vendimarrjes dhe ka kufizuar rolin e saj brenda mureve të shtëpisë. Patriarkati gjithmonë ka pasur frikë nga gruaja që merr pjesë, nga gruaja që organizohet dhe nga gruaja që voton me vetdije politike dhe pa asnjë imponim. Prandaj, organizimi ynë duhet të jetë aty ku gratë janë mbajtur historikisht larg politikës dhe larg zërit publik, pra në përfshatra, lagje, periferi dhe në çdo hapësirë ku grave është mësuar heshtja si rol shoqëror. Ne kemi detyrë politike dhe shoqërore që ta kthejmë pjesëmarrjen e grave në forcë kolektive, në organizim dhe në vetdije për fuqinë që ato kanë, sepse sa herë një grua del votoj me bindjen e saj, ajo zgjeron hapësirën e lirisë për veten dhe për gra tjera dhe ju e dini që sidomos në këto zgjedhjet e fundit të vitit të kaluar dhe jo vetëm, lëvizja vetëvendosje është mbështetur më së shumti nga vajzat dhe gratë, prandaj më lejoni që t'ju falenderoj juve, por edhe të tjerave që nuk janë mes nesh për gjithë mbështetjen e madhe që na kanë dhënë ndër vite. Pra të dashura vajza dhe gra, delegate të Këshillit Përgjithshëm, mysafire të nderuara, për shumë gra në Kosovë, sidomos për gratë në zonat rurale, kutia e votimit mbetet podiumi I parë dhe më I rëndësishëm politik, është momenti kur zëri tyre bëhet publik, kur vullneti tyre bëhet vendim dhe kur prania tyre bëhet pjesë e Republikës. Prandaj betejë për daljen e grave në votime është betejë për emancipim, sepse një republikë ku gratë marrin pjesë masivisht është republikë më demokratike, më e drejtë dhe më e lirë. Parimi ynë I dytë është solidariteti gjinor, solidariteti mes grave që organizohen, që garojnë dhe që përfaqësojnë qytetarët e Republikës. Për ne si aktiviste politike, kandidatja tjetër kur nuk është parë si rivale, por si bashkëlltare në një betejë të përbashkët për barazi, mirëqenie dhe zhvillim. Pikërisht ky solidaritet e ka bërë organizimin tonë më të fortë dhe më të qëndrueshëm ndër vite. Prandaj unë sot I ftoj kandidatet e listës sonë, listës më të mirë të këtyre zgjedhjeve, që ta ndihmojnë njëra tjetrën,
ta mbështesin njëra tjetrën, sepse vetëm kur jemi solidare, pra e mbështesim njëra tjetrën, mund të kemi suksese jo vetëm individuale, por edhe të përbashkëta. Prandaj ju ftoj që sa më shumë ta mbështesni njëra tjetrën, sepse është jashtëzakonisht e rëndësishme, por edhe në momentin në cilën ne jemi. Pra mbi të gjitha, solidariteti ynë duhet mbetet solidaritet me qytetarët e Kosovës, aktivistja e vetëvendosjes, deputetja e vetëvendosjes, gjithmonë ka qenë pranë grave të tjera, pranë punëtorëve jashtë e brenda të shtëpisë, nënave, studenteve, grave në fshatra dhe grave që çdo ditë përballen me padrejtësi sociale e ekonomike. Aktivistja jonë, deputetja e vetëvendosjes, nuk ka qenë figurë shkëputur nga jeta e qytetarëve, por zë i tyre në institucione. Kështu duhet të vazhdoj të jetë gjithmonë. Ne nuk ndërtojmë politikë të distancuar nga njerëzit, ne ndërtojmë politikë që lind nga përvoja e grave, nga jeta reale e qytetarëve dhe nga nevoja për drejtësi e dinjitet. Sa më e fortë lidhja mes grave në institucione dhe grave në komunitet, aq më e fortë bëhet Republika jonë dhe aq më e thellë bëhet demokracia në Kosovë. Me këto dy parime themelore, pra, me organizimin nga skajet drejt qendrës dhe me solidaritetin gjinor, si gra aktiviste duhet arrisim punën dhe mobilizimin në çdo lagje e në çdo fshat të Kosovës. Duhet jemi kudo ku janë gratë dhe vajzat e Republikës, kudo ku kërkohet organizim, energji dhe besim për fitoren tonë të radhës, sepse fitorja ndërtohet pikërisht aty, në komunitet mes qytetarëve dhe në organizimin e grave që lëvizin bashk përpara. Çdo aktiviste ka fuqinë ta mobilizoj lagjën, fshatin e po ashtu edhe komunitetin. Në fund, të dashura vajza dhe gra, këto zgjedhje janë përballje mes dy vizioneve. Një vizion që synon ta mbaj vendin blokad në krizën pengesat vazhdueshme dhe vizionit ton që beson në Republikën, në zhvillimin, në drejtësinë sociale dhe në fuqizimin e grave. Sot, më shumë se kur, fitoria e vetëvendosjes është domosdoshmëri për Kosovën, është domosdoshmëri për vazhdimin e punëve të mira e që të ecim përpara bashk. Prandaj më 7 qershor, le ta shndrojmë organizimin tonë në fitore të madhe qytetare, edhe më të madhe sa ajo e 28 dhjetorit të vitit të kaluar. Le ta mbushim Kosovën me energjinë e grave të lëvizjes, me energjinë e grave të Kosovës. Le të dalim masivisht në votime në çdo lagje, në çdo fshat, sepse kur gratë mobilizohen, fiton lëvizja. Kur gratë organizohen, fiton Republika. E kur gratë fitojnë, fiton e gjithë Kosova. Ju uroj shëndet e punë të mbarë, na presin shumë aktivitete, por jam shumë e bindur në vullnetin e hekurt që kemi si organizat, por edhe si aktiviste politike. Faleminderit.